Irani konfirmon vdekjen e Ali Larianit, ishte në krye pas vrasjes së Ali Khameneit. Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare të Iranit konfirmoi vdekjen e kreut të tij Ali Lariani. Konfirmimi erdhi disa orë pasi qeveria izraelite njoftoi se ishte vrarë në një sulm të synuar në Teheran. Llogaria e Ali Larianit në platformën X postoi një mesazh drejtuar popullit të Iranit, muslimanëve dhe popujve të lirë të gjithë botës, siç raportohet, në cilën Lariani përshkruhet si një martir. Sipas njoftimit nga Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare të Iranit, djali i Ali Larianit, një zyrtar i Këshillit dhe disa trup roja u vranë gjithashtu në sulmin e mëngjesit. Kush ishte Ali Lariani? Kreu i aparatit të sigurisë i Iranit, kaloi shumë vite në hijen e pushtetit përpara se lufta me Izraelin dhe Shtetet Bashkuara ta katapultonte atë në ballë si një figurë qendrore në aparatin vendimmarrës. Izraeli njoftoi se kishte vrarë njeriu që sfidoi bombardimet javën e kaluar për të marrë pjesë në një demonstratë në rrugën e Teheranit. Pas vdekjes së Ayatollah Ali Khameneit, ai ishte vëdësi de facto i regjimit iranian, veçanërisht gjatë 2 javëve të fundit, por edhe para kësaj e konsideroi personi që merrte vendime dhe drejtonte fiet, tha një zyrtar ushtarak izraelit i pa identifikuar. Lariani është personi që drejtoi sulmet në rajon dhe udhëhoqi sulmet kundër Izraelit dhe vendeve të gjirit sipas të njëjtit burim.